Po në fakt qeveria Kurti ka ardhur me pritje të mëdha, domethënë për të bërë shumë disa gjëra. Unë mendoj që qeveria e re du ta rikalibroj situatën dhe ta rishoh prioritetin e saj në politikën e jashtme. Sepse ne mund ta gjejmë fajtorin kush, por në fakt Kosova nuk ka raporte të mira me BE-n dhe natyrisht edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka raporte të lëndume. Me Shqipërinë po ashtu janë raportet jo shumë të mira dhe kjo tregon që diçka nuk ka ecë në rrafshin e politikës së jashtme, por këtu nuk është vetëm Ministria e Jashtme, është Presidenca, është Kryeministria, janë shumë aktorë. Dhe unë mendoj që gjithë aktorët duhet të ulen dhe të kenë një politikë më të koordinuar. Misionet diplomatike nuk duhet të shndrohen për rregullimin e agjendave të X personaliteteve, po duhet të kenë një plan konkret për të arritur diçka. Krejt investimi i kësaj qeverie ka qenë te Këshilli i Evropës dhe ajo nuk u bë. Janë disa detyrime që dalin nga marrëveshja e Ohrit, të cilat i përmendi edhe Danimarka, që Kosova duhet ta bëjë asociacionin, ndërsa Serbia të mos e pengojë Kosovën në organizata ndërkombëtare. Dhe ju e dini shumë mirë që Franca, Gjermania dhe Italia patën kërkuar që Kosova ta dërgojë draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të hapet rruga Kosovës për antarësim. Dhe pastaj erdhi letra e konfirmimit e kryeministrit Kurti, Glau Konjusus, kryetar Kuvend dhe presidentës që morën zotime vullnetare që do ta antarësojnë, që do ta çojnë dhe do ta themelojnë asociacionin, por deri më sot nuk është bë. Fakti që ka një letër të tillë ku është dhënë garancione nga Kurti, nga Konjuvca dhe nga Vjosa Osmani, të gjithë kundërshtarët të asociacionit, por një detyrim që e kanë dhënë publik dhe me letër, në fakt kjo bën që tash edhe Këshilli i Evropës të mos të lëviz pa u përmbushur zotimet që i ka dhënë, domethënë Kosova respektivisht krerët e saj institucional. Gjatë mandatit të qeverisë Kurti 2, Kosova ka pasur një stagnim të plotë në arenën ndërkombëtare, ka pas një dëmtim të thellë të raporteve me aleatët tanë më të mëdhenj, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me BE-n, ka pas një izolim nga arena ndërkombëtare, edhe ka pas një humbje të imazhit si një partnere normale. Të gjitha këto kanë qenë të lidhura me dialogun, me mosgatishmërinë e zotit Kurti që të ballafaqohet me sfidën e dialogut, e cila është e pakapërcyeshme dhe në raport me qasjen ndërkombëtare ndaj Kosovës, pra pa ecuri në dialog, vetëm sa do të rritet izolimi i Kosovës, prandaj edhe vetë fakti që Kosova gjatë këtyre 4 viteve ka pas një mbrapakthim të theksuar si asnjëherë më parë, e dëshmon mungesën e vizionit, mungesën e vetëdijësimit për atë se çka i duhet Kosovës që të jetë partnere normale e aleatëve ndërkombëtar.